Vlogmas numër 3. E di që jam të njëjtë veshje, e di, por jemi tek e njëjta ditë që sapo ka mbyllur Vlogmas numër 2 goca. Tani do të kuptoni dhe mirë kuptoni neve që do të xhurojmë ditë për ditë, editojmë ditë për ditë dhe t'ju tregojmë gjëra sa më të bukura dhe ndryshe nga ditëpërditshmëria jonë. Atëherë ndodhem në tualetin tim sepse tek Vlogmas numër 2 ju pata thënë që unë do bëja heqjen e pushit të fytyrës, do bëja dhe një rutinën time të gjatë që bëj zakonisht. Mirë po, nuk munda do ta bëja të gjithë ditës, duke qenë se kisha marritën në shtëpi dhe doja ta shfrytëzoja këtë ditë duke ndenjur me të, edhe me familjen time. Tani do përgatit gjitha gjërat që më duhen do t'i marr këtu dhe do vazhdojmë të marr disa fragmente me mua që të bëjmë skincare-in tim, pastrimin e pushit, një scrub dhe kremrat, pastaj retinolin, vitaminën C, që shikoni edhe ju se si do duken në fytyrë. Do nxjoni të folura, të qeshura, të çara, të butitura mbase, sepse jam në shtëpi, është darkë, është ora diku tek 7 pa 1 minutë. Dhe sapo kam ordinuar edhe pizza për darkë, sepse Marita tha marrim pizza dhe okay, pizza. Arli është në salon që shikon televizor, Amarilisi dhe Amarido janë nga dhoma Amarilisi, se po, Amarilisi po bën detyrat me Amaridon, ju tashmë e dini që Amarido dhe Amarilisi i bëjnë bashkë këtë gjë, kurse unë rri me Arlin, duke qenë se Arli nuk më shitet njerëz. Arli nuk më shitet, më shëngjitur shumë. Okej, po marrë gjitha gjëra që më duhen dhe fillojmë. Ndërkohë, kur hapa vlogun, ju tregova pak këto lulkat e mjasat e bukura që janë, i kam vendosur këtu tek tualeti për dekor. Fillojmë. Okej, i mora çamudesh dhe tani mora këtë kapsel, të lidhim pak flokët mos na japin bezdi. Edhe aplikimi i parë është larsi goca, do shkojmë të lajmë fytyrën. Edhe të bëjmë scrub. Edhe më pas do heqim pushin e fytyrës, okej? Marrim pak larës dhe shkojmë lajmë fytyrën. Ju e dini se lajmë fytyra që kështu shihemi pasi ta kem larë. Se e dini ma mendja. E kemi larë, e kemi shplar dhe morëm pak scrub në fytyrë. Edhe do vazhdoj të bëj scrubin e fytyrës. Duhet merrni pak ujë në këtë mënyrë dhe të masaxhojmë në fytyrë. Edhe këtë e dini si bëhet, por po ja tregoj ti si në këtë mënyrë. Që të heqim të gjitha papastërtitë. Dhe vazhdojmë masaxhojmë për disa minuta. Okej, në këtë pikë që sa kemi shplar edhe scrubin, shkojmë edhe thajmë fytyrën, kemi bërë larsin edhe scrubin, edhe ne shkojmë dhe thajmë fytyrën e tamponojmë, domethënë. Në këtë mënyrë. Që fytyra shkëlqen dhe vetëm me kaq. Po ta shikoni, e ndjeni më të freskët, më të pastër, më të butë, më të lehtë. Dhe tani do marrim një spray që është kastile për të hequr pushin e fytyrës, pasi kur shtypet, që kemi njohur deri këte, pasi kur shtypet bën që të duket shimja pushja e fytyrës e bardhë dhe identifikohet më kollaj dhe e largojmë atë. Këtë setin e kam marrë në shenjë, shumë kohë më përpara, këtë behar, dhe du të them që gjendem mirë. Ndonjëherë bëj me atë, ndonjëherë bëj me vaj për fytyrën, vaj hidratues për fytyrën edhe me atë. Ti marr edhe ato dhe t'ju tregoj disa hapa. Okej, janë këto, në këtë mënyrë, vinë në këtë mënyrë, dhe unë i kam marrë set, kjo ka qenë diku tek 20-24 copë brenda, duke qenë se e kam përdorur jo vetëm për veten, por i kam dhënë edhe mamit. Më kanë ngelur shumë pak. Kështu, po që kam goxha që s'po i heq më, mund të kem një 3 muaj që nuk e heq pushin e fytyrës, sigur 3 muaj. Dhe këtu është spray që duhet ta xhitu. Hik, se ka herë keq kjo, hik.
E shikoni? I shikoni si duket pushi? Ne tani të fillojmë. Unë filloj duke e tërhekur këtë hanën kështu. Okej, kjo janë mënyrat që bëjmë, po e heq në rahatin time dhe po kthehem. Kam hequr pjesën më të madhe, siç e shikoni. Por thash që të shikoja edhe disa vende të tjera ku mendoj se është për të parë. Okej. Mendoj se i kam hequr të gjithë pushin e fytyrës, normalisht që nuk hiqet kurrë 100%, por të madhen, të shumtën e kemi hequr. Tani me që ne kemi shkuar dhe kemi pastruar fytyrën shumë deri në thellësi, duke qenë se bërëm lartësi scrubbing, hoqëm edhe pushin, fytyra ka nevojë për super hidratim, që do të thotë. Tani si fillim do vendosim pak kremin e syve, okej, shumë pak, dhe duket që syt i kemi shumë të lodhur, se nuk kemi fjetur aq gjumë sa duhet, shumë pak, shumë pak, e përhapim në këtë mënyrë lehtë, dhe pastaj bëjmë këtë xhiron në këtë mënyrë, shumë pak, nuk është nevoja të egzagjerojmë, edhe pak tamponim që duhet ta thithim lëkura me njëherë. Më pas, do shkojmë të vendosim retinolin. Marrim retinolin dhe e aplikojmë këtu. Marrim edhe pak tjetër, duke qenë se sot e kemi bërë fytyrën, e kemi trajtuar fytyrën, e kemi torturuar, se e kemi hequr të gjithë mbrojtësin natyral që Zoti i ka falë. Edhe shkojmë dhe aplikojmë retinolin, ju e dini që ka një veti fantastike në fytyrë, që bën efekt lifting kundra rrudhës, kundra njollave dhe mbi gjitha kundra plakjes. E shikoni se çfarë shkëlqimi që je, shkëlqim dhe do filloni direkt të ndjeni një farë tërheqje në lëkurë, që është shumë fantastike, shumë. E lëdhetojmë pak veten, lëdhetojmë pak fytyrën në këtë mënyrë, derisa retinoli ta përthithë të gjithë fytyrën. Në zonën e ballit e përthithim me një herë, sepse zona e ballit është ajo, shikon, si bëhet si formë botoksi, nuk e lëviz dot ballin shumë, sepse vërtet ka atë efektin lifting, do të thënë atë tërheqjen. Edhe është super. Nuk kam fjalë, domethënë, unë jam super e kënaqur me retinolin dhe kam filluar ta përdor që tani, më mirë të ndalosh, para ndalosh se sa të kurosh njerëz. Që kështu unë e fillova që tani. Kushdo e filloj më vonë, pak lip gloss nga Marli, edhe një këndësisht duke një bukur, pastër dhe këndshëm. Çfarë bëj unë në rastin kur e heq pushin e fytyrës, bëj scrubbing, edhe në pizzat, një sekond. Sa zbritja Marin do pak të marrin pizzat, i dhash pak bankomatin se nuk e ka të funksionu shumë Marinta, se i ka skaduar nuk e di se çfarë. Duhet marrë një drejt, po thoja që unë vendos edhe vitaminën kur e trajtoj kaq shumë fytyrën. Zakonisht vitaminën se e vendos ditën, por edhe tani
Fytyra. Është. Fytyra. Mirë, lërë këtu tani dhe ikse e mori babi pizzën. Po thosha që vë edhe pak vitaminë, sepse normal që ka nevojë mbas trajtimit. E përthit lëkura me njëherë njerëz, dhe ndryqimi është ky siç e shikoni. Fytyrë e pastër, e trajtuar, pa filtra. Tani do hajmë pizza. Okej, erdhën pizzat. Tututun, e para është imja. La. Edhe i vendosim unë hulem aty. Këtu kemi marrë edhe 2 Coca-Cola. Këtë e ka Amarildo. Patate salsicce rucola. Amarildo ulet këtu. Si e ka grisur Amarildo të? Kjo është margarita e Arlit dhe Arli do ulet këtu fare me mua. Dhe këtë me ullinje ka Amarilisi dhe Amarilisi ulet mbas Amarildos. Kështu do marrim në një gotë edhe do pim edhe pak Coca-Cola. Do hajmë pizza. Le taglio da sola dopo. Io l'ho fatta! Dammi il bicchiere, stai calmo. Perché non me ha? Non c'ha Coca-Cola, a 0. Non esiste. Buona papà. Piano, Scusa. Non c'è. Ma io devo fare un giro. Qui gialli. Non dobbiamo spomporizzare. Giuseppe, non spompori. Ragazzi, cos'è? Cheers! Cheers! Fammi un saluto. Cin cin. Cin Arli. Cheers for you guys. It's time! Hey guys! Jam këtu. Se jam gati për gjumë, jam veshur, kam veshur pijama dhe dua të fle. Por ata piqirukat e mi nuk flen. Amarildo ka fjetur, që kështu kam ngelur unë dhe piqorillat e mi. Dhe, si që shikoni, kemi veshur pijamat dhe e bërë gati për gjumë. Por bimbit e mi nuk duan të flen. Asë s'kam fare gjumë. Si bëhet kësaj pune, se unë duaj që t'ju them natën e mirë, që nesër të gdihemi dhe të xhirojmë pakës nga dita e nesërme. Dhe do jetë vlogmas numër 3. Dhe po. Inshallah po mbit në disa prosi që kam bërë, që t'ja tregoj. Edhe ndërkohë po flas me 3 goca se po bëjmë prosi tek Amarli në studio për Greqi, që është e motra Migenas me shoqet e veta. Okej, diku këtu duhet ju them natën e mirë dhe të mbështjell kolopuçat e mi, një nga një, dhe të vëmë flem gjumë. Diku këtu ju them natën e mirë, shihemi nesër. Natën!
Mirëmëngjes. E njerëz, mirëmëngjes. Sërish, e hapa kamerën kështu, sapo jam ngrit në gjumin, sepse një nga ndjekëset e mia, një vajzë që më ndjek, më suporton, më ka bërë një surprizë shumë të bukur, që tani do ta ndaj me ju. Më ka bërë një këngë dedikuar mua dhe Arlit, në 2 versione, tani do t'ju tregoj. Jam aq e lumtur sa nuk e keni iden. Si fillim, më ka çuar një mesazh ku më thot kështu, dhe pastaj ka bërë këngën. Me heshtjen e natës që s'kam bari, alketa rizgjuar pran djalit të ri, me duar që dridhen, me zemër që flet piri, çdo ditë i bëhesh më i fortë se vet. Edhe kur lotët rjedhin nga dar, ajo i fshin, s'do t'i tregoje se ka marrë. Ka një forcë të madhe që se thyen askush, ban shpresën ndezur si një dritë në shpirt që nuk shuhet kur. Alketa me zemër të arti e streh, je dritë, je dashuri pafund e pastërar lyt, po rritet, po merr fuqi, kjo betejë do mbaroj. Alketa me zemër të arti e streh, je dritë, je dashuri pafund e pastërar lyt, po rritet, po merr fuqi, kjo betejë do A nuk është e bukur? A nuk është fantastike? Shumë e bukur. Dhe falenderoj këtu publikisht. Shumë faleminderit. Shumë. Mos t'ju hapi rëshi. Në heshtjen e natës që s'kam barim, alketa rizgjuar pran djalit jarlin, me duar që dridhen, me zemër që flet, birim çdo ditë jo t'ja ka vlerë e jet. Edhe kur lotët rjedhin nga dal, ajo fshin, s'do t'i tregoj se ka marrë. Forca që mban brenda është si dritë, që digje qet, o fikur kur në shpirt. Alketa me zemër të arti e streh, ja dritë, je dashuri e pastër
Aniç. Kështu mama të bëlos ti? Unë që ta ma baba gjithë. Tani do japi Marli çik xex. Kam shpje, po çfarë? Do t'ju marri me vete edhe sot me që është vlogmas nëmër 3. Dhe tani na presin 2 kosha me ropa për të nder. No, do ndejnë mami. Do ndejnë mami çik. Ik vish ato që të blevi teta Sonila. Ato bufa. Tani do ndejmë çik rrobat e Spider-Manit. Mi që kemi ditën e ngrohtë. I gjete? Ku janë? Ja ku janë, vishi ato atje që dalësh për jashta. Si që dini, kemi marrë 2 Spider-Man Arlit. Ja mama ku janë, atje të, ja, ato të pupat blure, atje mi të komodina, kosh tableti. Li, pufet blu. Blu, li Arli, guardami, li. E pe, Mary. Di bërë Marlit dush. E lavëm daci, sa rrobat mirë që mbajnë të rrobat me këtë kokolinon. Edhe mi që kemi kohë të ngrohtë, ti ndejmë të na thanë, dhe pse nuk thajnë 100%, unë i vej dhe në për skaldamente. E mama, ullu aty mbërdhe dhe veri, ullu, të dushemeja dhe vishi, ullu aty, dhe veri. E vesh ti vesh. Shto. Mama së buti. Jo, me nëna. Qësh butet mami qune? Mami qune ka jetë. Hajde tani, mund dalësh për jashtë. Në më dhe... Hoppa laç. Adesso po ju shire sepse nuk mbërdhi quni. Se qik hi guys atje. Guys. Quni veshi pupat që i ka blerë teta Sonila. Shikoja, të regojnin qik. Dhe mund të dalin këtu për jashtë tani të rinë qik me mamin. Se nuk i bëhet gjë në qik. Majnë qik ajo të pastër. Se kemi shumë ditë të mbyllur të brënda të shtëpia. Sot babi ime do shkojnë të marrin mish. Kemi prenotuar një shelek bashk me babin. Edhe shelek do më thënë që rritet në përfshatrat këtu rreth dhe qarë. Dhe do vejnë ta marrin, ta therin dhe të marrin mishin. Dhe sot mas dite, në darka, mendoj, do shkojnë nga mami që të bëj fila në përqeska të vogla. Gjithsesi po shkova unë, do t'ju marrë ca fragmente me vete dhe t'ju tregoj. Mish qenjim duke të është, ose dhe jenë të di. Sem, hajëm. Morëm mish për të rdimëri njërës. Në qofë se dikur e thernim një bakti se kishim miq, do bënim festa, vitërira, gjëra, që ashi s'ka me njëri, kështu stëfton me njëri, e s'ftojmë me njëri, dhe marim dhe hajmë vetë. Është ngushtuar shumë rrethi. Kemi ngel vetëm familje. Se s'ka më sim për para, nuk e di pse. Është një diçka që kur s'kam për ta kuptuar, sepse çdo gjë ka lezetin e vet, kur se s'do të mbajnë llafi bie një vakt që do hash diku, sa bën ajo që mbështillen, njerëzit e kalojnë mirë, por që kjo po ndodh në përgjithësi, në kudo tani, jo vetëm për mua apo për disa me numër, është për gjithë mendoj. Tani të ndejmë rroba të mëdhaja. Nuk ka qimiqe, ç'ne qimiqe këtu. Avar se rëzosh, mbahut e ty. Unë e kam vënë gjellën goca dhe tani po ndej rrobët se që shikoni edhe shifemi në vazhdim. Një nga gjërat që më kam mësuar të jem mami e një vajzë 9 vjeç dhe një djali 3 vjeç për pak, domethënë, i bëjnë të dy, kemi ditëlindje tani afrafër,
është që kur i thua fëmijës, do mami një frut, do një mollë, do një mandarin, përgjigjet tyre është gjithmonë jo. Por, unë kam mësuar që gjithmonë, kur ti ja përgatit, edhe e lë në tavolinë, ju betojmë që tavolinë atë pjatën e gjeni bosh. E shikon? Ju pëlqen. Merreni mama, ç'a do ti? Nuk do? Okej, po ta lë mami këtu. Lërini në tavolinë, ma besoni se do t'i hajnë të gjitha. Bëheni këtë gjë, sepse duke lozur e marrin një gjë në dorë, hajnë, edhe në këtë mënyrë konsumohet. Provojeni edhe ju në shtëpinë tuaj. Edhe këtu kemi babagjyshin e vitit të ri. Ku Charlie? Ku Charlie? Hi guys! Po marr pak kohë për veten time dhe kam veshur pijamat. Jam veshur me rrobat e Amarilisit me pak fjalë. Amarilisi thot që më rrin ngusht, sepse është mësuar si puna ime që të veshin gjëra oversize. Edhe na erdhi dhe nusja këtu tash të pastrojmë. Hajde nusja, hajde. Hajde Xhami, hajde. Edhe ja kam veshur unë që t'ja zgjeroj pak dhe t'i veshin, por më bëj, okej, normal që s'është prerja ime dhe nuk është fare rehat që të vesh gjë me gjëra të ngushta. Gjithashtu dhe këtë pelicën që nuk ja u tregova, është shumë e bukur, shumë e ngrohtë. Ja blevi mami im të shtunën kur dolëm dhe keni një nga vloget që ja ka bler mami im Amarilisit dhe është shumë e bukur, është në këtë mënyrë, kështu, edhe hedh krave të mbërdi. Unë tani ndodhem në tualet sepse thash o t'i shtri këto flokët, o t'i bëj pak me onde. Edhe të kujdesem pak për veten, bëj pak make-up të thjeshtë edhe të lëm bukur që kur pim burri nga shtëpia, nga puna në shtëpi, kemi bukur si thajo, la, shik, gatuar. Po tim edhe qik burri dhe aty e kemi ne. Burrat ta na dojnë, na respektojnë. Po vazhdoj të sistemoj flokët goca dhe shifemi në vazhdim. Duam shatin e përën qytet. Tani po e mbru se të ngjojt shumë ky roboti. Dhe ndërkohë këtu më presim Pako në përgatitje sipër.